Policia e Tiranës ka goditur një rast të trafikimit të armëve të zjarrit nga Kosova drejt Shqipërisë. Operacioni koduar Barriera është ekzekutuar bazuar në informacionet e grumbulluara, bazuar në hetime disa javore me metoda proaktive. Si rezultat i këtij operacioni janë sekuestruar 12 armë, pistoleta të tipit Glock, së bashku me municion luftarak, ndërsa është arrestuar një shtetas nga Kosova. Në pranga ka përfunduar shtetasi Dugagjin Berisha, 27 vjeç, i cili është lokalizuar në dalje të Unazës së Madhe pranë mbikalimit të Tufinës, teksa udhtonte me automjetin e tij tip Volkswagen. Gjatë kontrollit të automjetit, policia ka gjetur dhe sekuestruar 10 armë zjarri, pistoleta Glock me municion luftarak, të cilat ndodheshin të fshehura nën kofanon e makinës. Burime bëjnë me dije se efektivet e komisariatit nr. 4 kishin informacion për veprimtarinë e palishme të Berishës dhe kanë vënë në ndjekje që prej hyrjes së tij në pikën kufitare të Morinës. Më herët në kuadër të këtij procedimi janë sekuestruar edhe 2 pistoleta të tjera Glock, të cilat u blen nga agjentë infiltruar të policisë në zonën e Freskut për të dokumentuar aktivitetin e palishëm të trafikimit të armëve. Sipas hetimeve, edhe 10 pistoletat e tjera të sekuestruara do të shiteshin në të njëjtën zonë. Dyshohet se Dugagjin Berisha ka kryer më herët këtë veprimtari kriminale.